me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Nuk u larguan nga feja e tyre, mohuesit, që ishin nga ajtarët e librit, si dhe paganët, derisa ju erdhi argumenti i qartë. Pejgamberi nga Perëndia, i cili lexon broshurat e pastra nga gabimet, në të cilat ka kapituar me dispozita të çmueshme. E undon nuk u pajtuan ata që patën librin, vetëm atëherë kur u erdhi argumenti i qartë. E jam urdhëruar ata që t'i luten vetëm Perëndisë, që sinqerisht, si besimtar të vërtetë, të predikojnë fen dhe të bëjnë namaz, dhe të ndajnë lëmoshën zeqatin, e kjo është feja e drejtë. Ata që nuk besojnë, si ata që patën libër ashtu edhe paganët, ata me siguri do të gjenden në zjarrin e sketerës, në të do të mbeten për erë. Ata janë krijesat me të keqia. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, ata janë krijesat me të mira. Shpërblimi i tyre te Zoti i tyre janë kopshte xhenetit të Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenjt ku do të banojnë për herë dhe për gjithmonë. Perëndia është i kënaqur me ta, si dhe ata janë të kënaqur me te. Kjo është dhuratë për ata që i duajnë Zotit e vet.